në vendin që Tani, urejtëm në gjirin e Bristanit. Bristanit, po? Gjiri Bristanit. Po? Dhe Këtu është repart ushtarak. ka qenë repart. E tash ti rruga, Aty tani do dalësh aty, ai firmë aty. po, Do dalësh së repart. Aty tani duket rruga, ja ku masa që e pëndë, po, në rruga. Edhe rruga deri në Vërmi pastaj. deri në Dhe në rrugtimin tonë, simbolika është mbrojtja e natyrës nga plastika. Dhe prostarti prej gjit Bristanit, kjo është në gjitja në një rrugë të vive, shkambore, dhe kështu kemi me ecur prafësisht rreth orë deri në Vërmi. 15 prill 2024. Ekipa Lerton Tafili, Loris Tafili, pas që Bristanit është, që të marrë e hajde të shumë poshtë, ha? Se ku se ka. Natyral për me lirë djelësën nga ecja 2 ore gjysmë, vetëm 5 kilometra në përshkambi pa asë një stazë. Asme. Kush as helikopteri zore ko me i kalu pjoj të linë njeri në kohë. Edhe ka 2 rimbat. Lërisi edhe jemi fuego. Shkohet për në Vërmija. Vërmija. 3 kilometra. Me një pak punë inxhinierike ka mujt me u bo vetëm një vi pak si orientuse me ecë. E jo prej shkambi në shkamb të kësy si dhite e Skenderbeut. Nas jemi Skenderbeu, po edhe Skenderbeun me paslon kish mujt me dal, a Loris, a kish mujt Skenderbeu që tu me kali me ka përsy? Ja, me kali s'ka shans. As me kali, as me S'ka shans me kali. Ja. Na e gjetun vendin matë përshtatshëm pa kije dhe butë se për ndryshe shkambitje në nej. Ka 15 prill 2024, avanturierët e famshëm, 17 vjeçari adoleshent, i papërgjegjshëm, do të thot, Blertoni shumë i përgjegjshëm, shumë i përgatitur, me 23 kg shpinë, unë me 13 më kanë neru këta, Lorisi sa i pote ti? 17 kanë. Lorisi 17, me marë. Po, me marë këtë avantur. Problemi tjetër mund tjetë që mungesa e ujit. Ne kemi se cili ka 4 litra ujë. Për fillim, po. Një natë neve na zë dikun atje, deri dalim ka Ducati i ri, por nuk guxojmë me rreziku sepse kanë këtë pjesë nuk ka ujë. Jemi të rrethum prej ujit, po s'mundemi me pi. Ora është
Ora, sa? 11:40. 11:40. Përshëndetje nga ekipa avanturierve me gjyshin e papërgjegjshëm që i ka morë këta nipan këtë avanturë të rrezikshme, që ju kërkoj falje. Jo, na për çef kena. Ja, për qef po shiko, tash nas bëm analizë, edhe ata atje u dash me na thonë me atë gomonën, me na kërku një qmim, po me na dërgu ma larg, me na lon bile një 10 kilometra, e jo me na lon një staz 30 kilometra, sa Ferizaj Prishtin, me estina për shkambi, pa uj, pa... Kjo te poshtë të qështu. Bravo, hajde. Që kështu po shkon kjo. Ndica, që tu runët e që këtë runë. Se në prefë. E ta që një mirë.